Është shumë ndeshje e vështirë, e dim që Turqia i ka shumë lojtarë të fortë, po unë si kosovar presje Kosova me fitu, mirë po kush o ma i mirë le të fiton, nuk është edhe Turqia nëse fiton, nuk jemi edhe pak na dishër me thonë, mos me pranu. Mirë po, unë e kom qenë me fitu Kosova, jom nga Kosova, për ndryshe jom pejon nga Zvicra, që jetojnë Zvicër, e Turqia nëse fiton, ja urojmë fitore, edhe i presim shumë mirë në Kosovë këtu. Cili mendon që ka më konë rezultati ndeshjes? Unë mendoj 1-0 për Kosovën. Ndeshje vllazërore për ndryshe unë shkoj shpesh edhe në Turqia edhe i respektoj gjithë, edhe i presim shumë mirë sot në Prishtinë. Po thash edhe më herë kush fiton, kush o më i mirë le fiton, po Kosova kom qef normal me fitu. Kështu që edhe 1-0 me fitu, s'ka problem. Faldesh.